Tregim humoristik nga faqja Na ishte dikur. Tregohet se një beduin kreu një krim dhe gjykatësi e dënoi duke i thënë të zgjidhte njërin nga 3 ndëshkime: të hante 100 qep, të fshikullohej 100 kamgjik, të paguante 100 dinar floriri. Burri u këshillua me gruan e tij dhe ajo i tha: "Qepa është kushërir e mjaltit, e han edhe pleqt. Edhe nëse e tepron në ngrënien e saj, nuk të bën dëm." Burri zgjodhi qepët, por sa po mbërriti te qepa e 64-t, syt deshit dolën nga vendi. Gruaja i tha: "Dëgjoj, me që nuk po e përballon dot ndëshkimin me qep, zgjidh 100 kamgjikët. Dhimbja fizike është një herë, kurse dhimbja e humbjes së parave zgjat përgjithmonë." Ai pranoi të rrihej me 100 kamgjik dhe xhelati filloi t'i numëronte goditjet, kurse beduini përpëlitej nga dhimbjet. Kur mori goditjen e 72, i u drodhën gjunjët dhe filloi të bërtiste. "Mjaft, nuk duroj më." Nuk i mbeti rrugë tjetër. Mblodhi që kishte mbetur nga dinjiteti, hapi portofolin dhe pagoi 100 dinarët. Pastaj kërkoi të takohej me valiun e qytetit. Kur doli para tij, i tha: "Zotri, ju lutem, shkruani mbi epitafin e varrit tim këtë fjali: ai që u bindet grave një herë, e paguan dënimin 3 herë." Përkthyer Elmas Fida. Realizuar në video nga faqja Na ishte dikur.